Zyrtarët e lartë shqiptar zotrojnë një pasuri që ka vlerën e 620 milion dollarëve. Kjo shifër është bërë publike nga kryeinspektori i deklarimit dhe kontrollit të pasurive, Adriatik Llalla, i cili në emisionin Intervista ka deklaruar se 350 nga 4700 zyrtarë kanë një pasuri prej më shumë se 300 milion dollarësh. Sipas tij, pjesa kryesore e pasurisë është përqendruar tek deputetët e kuvendit. Totali pasurive që disponojnë 4700 zyrtarë që kanë deklaruar ndër vite është rreth 62 miliard lekë të reja. Që thot 620 milion dollar cash ndodhen në kontot bankare dhe në deklarimet e pasurive të zyrtarëve shqiptar. 620 milion dollar. Qartë. Nga ky total, rezulton se gjysma e kësaj pasurie është e përqendruar në rreth 350 zyrtarë. Kryeinspektori ka pranuar se ka filluar hetimet për pasurinë e deputetit socialist Eduard Shalsi pas denoncimit të ministrit Sokol Oldashi për pronësinë e një pallati nëntkatësh. Dje, zëdhënësi e Ministrisë Transporteve kërkoi institucionit tonë që të fillojë hetimet lidhur me zotin Shalsi për shkak të dyshimeve që ajo ka ose ministri Oldashi kishte lidhur me një objekt cilin pretendoi se ishte ndërtuar se i përkiste zotit Shalsi, por që fshihen në emër të personave të tretë. Ky është rasti tipik që do të hetohet në mbështetje të amendimeve të fundit të ligjit që është bërë ligji tonë. Sot institucioni ynë ka filluar kontrollin për këtë rast. Pjesë e hetimeve të inspektoriatit është bërë edhe pasuria e gjyqtarëve të Durrësit, të cilët liruan Ilir Xhakia, njeriu që vrau kryekomisarin e Shijakut pak javë më parë. Në rastin konkret ne kemi filluar kontrollin në plot lidhur me verifikimin e interesave private të pasurive të gjyqtarit që ka pasur në gjykim rastin konkret, për të hetuar lidhur me pasurinë e tij, lidhur me konflikte. Bëhet fjalë për të tre gjyqtarët apo jo? Normal. Nuk është vetëm një gjyqtar, është një trup gjykues. Pa diskutim. Kryeinspektori Adriatik Llalla sqaroi edhe ndryshimet e reja ligjore që japin mundësi inspektoriatit hetojë personat e tretë, si dhe shpenzimet e luksit për zyrtarët e lartë.